Sistemi është planifikuar të ndërtohet me parimet më të larta të transparencës, të shkruara nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Të gjitha publikimet do të mbështeten në format elektronike të Bashkimit Evropian dhe çdo njoftim do të publikohet njëkohësisht dhe në platformën qendrore europiane Tender European Daily. Kështu që do të jemi tërësisht në një fazë tjetër dhe jo në 10 vjeçarin tjetër, po brenda këtij mandati për Shqipërinë në BE në vitin 2030. Dhe ky sistem nuk është thjesht një projekt teknologjik, po është një manifest i vullnetit tonë kombëtar dhe i kësaj shumice qeverisëse për Shqipërinë shtet evropian në Bashkimin Evropian. Dhe diella faktikisht do të shënojë kapërcimin nga një epokë në një epokë tjetër të bërjes biznes. Është një përmbysje totale e një sistemi dhe një reflektim i Shqipërisë në Shqipëri i gjithë asaj që teknologjia u jep vendeve dhe mbi të gjitha vendeve si yni, vendeve në zhvillim, që përmes teknologjisë kanë shanse të papara në historinë e njerëzimit për të bërë kapërcime të cilat pa teknologjinë do të ishin thjesht të pamundura. I them të gjitha këto edhe sepse ne do të prezantojmë planin ton natyrisht të detajuar në javët në vijim, siç e kemi planifikuar, por kam dhe një arsye tjetër, pasi do të nisim nga rekrutimi i specialistëve të teknologjisë digjitale për këtë projekt dhe jo vetëm për këtë projekt. Akshi tani më nuk është një dhe i vetëm. Akshi do të funksionojë i ndarë me një shoqëri të re publike, Albanian Digital Solutions, e cila do të jetë një kompani 100% shtetërore, që do të synojë e para të rekrutoj më të mirët e tregut, dhe të i pagoj më mirë se çdo kompani në treg, dhe e dyta të bëhet një forcë udhëheqëse në tregun e teknologjisë, duke qenë njëkohësisht forca që shtyn agjendën e një shteti që po transformohet dhe që fal teknologjisë synon